Unë jam Burdushi, ama po të kallëzoj çfarë albume hip-hop priten me u lansu në vitin 2026. Hey, Shaq, I see you, brother. I see you, brother. Not done selling bricks, selling pints. I love my bitch. I love my bitch. I love my bitch. I love my bitch. Do something for your hood, that's a real flick. Straight from my Hollywood scene. Smoj po ardhë me një dhuratë për vitin 2025, e sot e kemi një listë me albume që priten me u lansu në vitin 2026. So exciting. A$AP Rocky, Don't Be Dumb, 16 janar 2026. Shoot my shot, got it wet. Bet that's so net. Rocky nashta ka pas rullatin më të bajatshëm në herë në historinë e hip-hopit. Një album që është paralajmëruar tepër mati edhe kur s'ka dal, shkaku që ka qenë i zonë duke u pu bob. Për prap ky album pritet me na e qel vitin 2026, nashta edhe me një film të rium nga Tim Burton, i cili e ka bërë gjithashtu coverin e albumit. IDK, Even the Devil Smiles, 23 janar 2026. I learned that freedom is creation without permission. Even the Devil Smiles është një mixtape që po vjen nga IDK. Ky projekt është tease për herë të parë gjatë rollatit të Winston Wolf, ku snipeti i publikum e ka pas mbi shkrimin Even the Devil Smokes. Me 6 shtator, LeBron James e ka prezantuar një këngë atëherë ende të papublikuar të IDK-s me vokale nga indjeri DMX edhe produksion nga Kaytranada gjatë një eventi në Shanghai. Kjo ka qenë kënga e parë që IDK e ka konfirmuar publikisht edhe drejt për drejt si pjesë e albumit, e që pritet me pas shumë bashkëpunime. Let's get that money. Babyface E, The Realest, 6 shkurt 2026. Had to pause the party, I just lost one of my hugs. Babyface E është një ndër reperat e rinj më interesante dhe super lyrics edhe Detroit sound. Është mjaft konsistent dhe ka kogja një far anti-mainstream vibe që e bën shumë të veçantë dhe interesant. Baby ka influencë në rritje edhe pritet që albumi i ri The Realest me pas shumë ma shumë sukses se albumi i fundit Real Striker Music. Hit him with a Uzi, now he mainly all his friends dead. Miss Banks, South London Lover Girl, 13 shkurt 2026. Hair 4C, but you can't see the icon Queen B. I'm about to be with. Nuk mundemi me harru Anglinë që ka pas një super mega 2025, e që po starton me albumin debutues të Miss Banks, South London Lover Girl. Kjo është një moment shumë i rëndësishëm për artistën, pasi vjen pas më shumë se një dekade karrierë duke shënuar albumin e saj të parë zyrtar, pas shumë mixtape-ave, EPs edhe singlave. Albumi kombinon UK rap, melody soul, afro beats dhe storytelling duke treguar një anë të pjekun edhe ma vulnerable të Miss Banks. Girl, me life is silhouette. And now I make it sweat. Gjithashtu kemi me pas edhe albume që ende nuk i dim datat, si Skepta, Fork and Knife, Ken Carson, Lost Files 5, NBA Youngboy, Slime Cry, e shumë të tjera që kanë me ju surprizu. Let me know në komente se për cilit reper jeni të e prit albumin në vitin 2026. E mos harroni me bo follow Urban FM në krejt rrjetet sociale edhe subscribe në YouTube.